Arben Taravari, kryetari i Aleancës për Shqiptarët, pjesë e koalicionit Vlen, kërkon që në zgjedhje lokale të dalë me listë të veçantë, ndryshe nga pjesa tjetër e partive të këtij koalicioni. Por ai është optimist se do të gjejnë gjuhë të përbashkët për këtë çështje. Taravari tha se janë në komunikim të vazhdueshëm dhe se po përgatiten për zgjedhje lokale, si dhe shtoi se së shpejti do të dalin me qëndrime. Unë e kam thënë shpesh, sa më shumë unë kam insistuar në negociata që të kemi listë veçantë si Aleancë për Shqiptarët, po edhe partitë tjera, sepse motivojmë shumë më shumë njerëz të jenë të angazhuar në zgjedhjet lokale, por e shohim e bëjmë. Jemi në komunikim të vazhdueshëm, kemi raporte korrekte, kështu që jam optimist që se do të gjejmë gjuhë të përbashkët. Kërkesën e Taravarit për lista të veçanta e pranoi edhe kryetari i lëvizjes Besa Bilal Kasami, por ai thotë se pjesa dominante e koalicionit janë që në zgjedhje të garojnë së bashku. Ai theksoi se nëse ASH vendos për këtë, atëherë në zgjedhje do të garojë vetme. Po, qëndrimi dominant në brenda Vlenit është që ne shkojmë si koalicion. Kemi marrë mandat nga qytetarët dhe në pushtetin qendror dhe gjithashtu kërkesa e qytetarëve është që ky koalicion të vazhdojë bashkë edhe në zgjedhjet lokale. Ka edhe mendim ndryshe dhe kjo është e njohur për opinionin që kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari në bazë të informatave që i ka brenda Aleancës për Shqiptarët, ekziston edhe kërkesa që të shqyrtohet edhe mundësia që në listat për këshilltar të Aleanca të shkojë edhe e vetme. Kasami mohoi që Taravari të ketë kërkuar përqindje në ndarje të listave për zgjedhjet lokale, pasi në opinion kishte informacione që ai kishte kërkuar 40%. Bilal Kasami gjithashtu shpreh se në takimin e fundit që kanë patur liderët e Vlenit, Arben Taravari ka mohuar të jetë takuar me liderin e BDI-s Ali Ahmetin.